Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin tim. Ja ku takohemi sërish në një tjetër vlog. Për të gjithë ata që e kanë për herë të parë që klikojnë këtu, unë jam Bona, ky është kanali i YouTube-it dhe ju uroj mirë se erdhët. Dhe për të gjithë ju që më shikoni gjithmonë videot e mia dhe jeni besnik në kanalin tim, shumë faleminderit dhe ju jam shumë mirënjohëse. Dhe ja ku e filluam këtë të diel me një vlog të ri, duke qenë se dolëm pak më përpara, po unë nuk ju mora me vete, shkuam në Dunkin edhe hëngrëm dhe pim diçka aty. Ndërkohë unë atje mora një çokoladë të ngrohtë, tani këtu kam bërë një kafe edhe po pi kafen time të mbasdites, ora është diku 2 e drekës. Yes. Hey, look guys, I have this to show you. It's a bulldozer. Tani kam edhe djalin e kunatës këtu, edhe mund ta imagjinoni se si e kam bërë shtëpinë fëmijët të tre. Këtu e kemi nisur ditën sot në mëngjes, siç e thash nuk filmova fare, sepse u mora me fëmijët, mëngjesin, punë të shtëpisë, andaj këtej, domethënë, pastaj dolëm, shkuam në Dunkin, s'kemi shumë që jemi kthyer. Tani po merrem me fëmijët këtu, nuk është edhe thash duke qenë se ndihem mirë edhe në pamjen e jashtme, thash pse jo, ta nisim një vlog të ri. Edhe nuk e di, tani do merrem me ndonjë punë shtëpie, po mendoja që të bëja disa biskota, si ditë e diel që është, por nuk e di, kam një kështu miell almond flour ose miell bajamesh, ndryshe. Nuk e di, po mendoj që të bëj ca biskota me ato, por nuk jam shumë e sigurt. Të shikojmë. Edhe kështu. Se për pak harova nuk ju tregova vlogët e mia. Shikoni se sa bukur që mi ka prerë Aleksi. Unë kam takimin tim në fillim të marsit tek parokierja që shkoj gjithmonë, edhe ajo më tha herën e parë kur shkova që duhet i presësh pak flokët, tha sepse i shikoj që janë goxha të djegura nga fundi. Edhe unë e kam shumë e bezdiqe t'i pres flokët sepse dua shumë që t'i rrit, por që nuk më rriten dhe aq shpejt. Edhe sot nuk e di se çfarë më shkrepi, unë ngrita në mëngjes kështu bëra një dush edhe thash Aleksi ja pret flokët gjithmonë fëmijëve. Edhe thash mi pri, ke mundësi që të mi presësh pak më herë, tha po hajde ta provojmë një herë. Edhe ai kot nuk është se mi kishte prerë ndonjëherë, por shikoj se sa bukur që dolën, kanë dalë në një drejtim kështu. Edhe shikoni se sa bukur që mi ka prerë, ja dhe mbrapa t'ja tregoj. Kanë dalë shumë lezetshëm. Edhe mua më pëlqejnë kur janë kështu, domethënë në një drejtim, sepse zakonisht i pres me si thon, me shkallëzim. Por që kohët e fundit kam filluar që t'i pres kështu në një drejtim edhe me thënë të vërtetën më pëlqejnë shumë. Dhe zakonisht, shikoni se si më kanë dalë thinjët, duhet që të shkoj edhe t'i lyej sa më shpejt që t'jetë mundur, megjithëse kam një sipun spray që i bëj me atë edhe nuk më duket domethënë, por që prap duhen lyer. Edhe thjesht përdor ato produktet e mia të Moroccan Oil, me të vërtetë që kam gjetur rehat me ato, janë shumë të mira. Përdor gjitha produktet e atyre, edhe floku duket shumë i shëndetshëm, edhe shumë i plot. Edhe pse nuk është aq i plot, nëse flokët e mia i keni parë edhe të shtrira, sidomos pas lindjes, pasi linda Alesion edhe sidomos pas lindjes së Angelos njëherë, flokët vazhdojnë edhe më bien shumë, nuk e keni ide, domethënë jashtë mase. Edhe pse mund të duken tani kështu sikur janë shumë të plota, shumë të dendura, po me të vërtetë nuk janë kështu. Duket kështu sepse thjesht pse flokët janë kaqurela. Por kaq. Edhe ja kështu. Thjesht doja t'ju tregoja, domethënë që shikoni se sa bukur që mi ka prerë, edhe duket floku edhe më i shëndetshëm, edhe më të bukur.
Ndërkohë që ishim duke pastruar këtu, është një hapësirë këtu tek dhoma ime e gjumit që doja t'ju tregoja pak se si dua që ta bëj dhe dua që të më jepni edhe mendimin tuaj se çfarë mund të bëj këtu. Po ja u tregoj tani. Është kjo hapësira këtu, poshtë fotografisë tonë, edhe unë kam menduar që të marr një pasqyrë në formë reje, që nuk është as shumë e madhe, as shumë e vogël, se edhe hapësira këtu nuk është shumë e madhe, por në fakt në dhomën tonë mungon një pasqyrë kështu që të mund të shikohesh e gjitha, domethënë përveç asaj që kam në korridor. Edhe kam parë disa idera në Amazon, po edhe në Shein, edhe dua që të marr një, por dua dhe mendimin tuaj, sepse nuk e di domethënë se si mund ta bëj. Se këtu është edhe kjo komodina që Aleksi vendos çorapet, gjërat kështu edhe hapet. Në fakt kisha menduar për diçka kështu që të qëndronte në këmbë, por duke qenë se është komodina këtu edhe sirtarët hapen dhe mbyllen, është më mirë që të vendos diçka që është në mur, sesa diçka që qëndron në këmbë. Si mendoni ju? Sa po mbarova me gjërat që kisha për të bërë rreth rrotull shtëpisë, edhe Aleksi ka zbritur poshtë të pastroj makinën time, normalisht. Edhe tani jam duke parë vlogun e Silvias, edhe ndërkohë që po pi edhe kafen time avash e bëj në mëngjes e tim dark, nuk e di domethënë kështu vajti kjo punë tani, por gjithsesi për dark nuk kam menduar asnjë gjë, por po mendoj që mbas të marrim ca pica edhe ca ndonjë gjë kështu nga jashtë, si e diel që është. Edhe besoj që këtu do e mbyll për ditën e sotme, sepse edhe drita po bie goxha, është ora diku 4 mbasdite. Edhe besoj që do e hap përsëri nesër. Bukur është i mamiti. Trazoje tash. Trazoje. Bravo. Hej, përshëndetje nga një tjetër ditë. Siç e shikoni, jam në punë, kam marrë pushimin e drekës, edhe po hapuk. Kam bërë ca makarona dje për Alesion në drek, edhe i hodha pak parmesan cheese, e ngrova tani aty në microwave, edhe po ha drekën siç mund ta shikoni. Edhe siç mund ta shikoni edhe nga drita, është një super komediell. Nuk e di, po këtu në Massachusetts, nga që ka bërë goxha ftohtë këtë dimër, tek të 20-at mund të themi, edhe kur shkon temperatura 40 gradë, 50 gradë, neve na duket sikur është ngrohtë, edhe jemi me shumë motivim, le të themi. Gjithsesi, boll folëm për kohën, sepse më duket sikur sa herë që hap videon, edhe flas me juve, ju flas për kohën, por nuk kam faj se është me të vërtet ka qenë goxha ftohtë këtë vit. Gjithsesi jam edhe një 15 minuta kohë që të futem brenda prap në klasë pastaj. Edhe thash, me që jemi këtu, unë po jam duke ngrënë drekën, ta hapja kamerën edhe t'ju përshëndesja dhe juve, sepse po bën goxha ditë në fakt që nuk e kam hapur që të shtunën e kaluar, sot është e premte, por besoj që do të xhiroj të shtunë edhe të diel përsëri në mënyrë që të kemi vlog të mërkurave. Nuk e di sa e keni vënë re, por që të mërkurave jam munduar që sa ta editoj videon sa më shpejt edhe ta hedh të martë në dark. Domethënë këtu është dark, kurse në Shqipëri e bie mëngjesi, në mënyrë që sepse është edhe Big Brotheri, edhe në momentin e kam vënë, domethënë që në momentin që unë e postoj videon për shembull në ditët që është Big Brotheri të martë ose të shtunë për shembull, nuk ka shumë views. Kurse në momentin që e postoj për shembull të martë në dark, edhe kur në Shqipëri është mëngjes, ka më shumë views. Por gjithsesi, unë e di që juve që më ndiqni gjithmonë, i shikoni videot herët apo vonë dhe kështu s'ka shumë rëndësi, por që kjo ndikon se sa më shumë views të kesh, aq më shumë subscriber do të kesh, normale. Dhe kështu që jam munduar që edhe t'jem më konstante me juve, të postoj video në çdo të mërkur, kështu që mos harroni që të mërkurave kemi video javë për javë.
Edhe kështu, unë kam veshur këtë bluzën time shumë cute, nuk e di po më pëlqen shumë. Edhe këtë unë nuk e di po ja u thash, por e bëra order për ditën e Shën Valentinit që ta vishnja, por më erdhi shumë me vonesë edhe nuk e vesha dot kur. Sot është data 28 shkurt, është dita e fundit e shkurtit, edhe thash është akoma shkurt, unë munden ta vesh, kështu që po e vesha. Edhe kështu, tani do e mbyll kamerën, sepse po vazhdova të flasur, nuk do pushoj, edhe do e humbas pushimin pa ngrënë asgjë, dhe besoj që do ju flas kur të shkoj në shtëpi. Kështu. Paçim! Ja ku jemi sërish bashkë, por këtë radhë në makinë. Unë kam menduar që këtë ditë t'ja kushtoj vetes time. Mos mendoni se ndodh shumë radhë, ndodh vetëm një herë në vit. Por të paktën një herë në vit t'ja kushtojmë vetes edhe i ka lash fëmijët të kushurira. Kështu që kam menduar që tani erdha pak këtu tek Panera, duhet që të marr supën time të preferuar, që është cheddar and broccoli, edhe një sanduiç me një kështu portokallat. Pastaj po mendoj që të shkoj edhe në TJ Maxx të shikoj se çfarë mund të gjej aty, kështu që hajdeni me mua në ditën time edhe të kënaqemi. Edhe ja u sugjeroj edhe juve që ta bëni këtë gjë, të paktën nuk po them një herë në muaj, nuk po them një herë në 2 muaj, po të paktën një herë në vit, një ditë duhet ja kushtojmë vetes tonë. Kështu që le të nisemi bashkë edhe ta shijojmë këtë ditë. Sa po dole nga Panera, mora të supën time të preferuar që ju thash broccoli and cheddar. Ju sugjeroj edhe juve që nëse shkoni ndonjëherë në Panera, mos hezitoni ta provoni sepse është supa më e mirë që do të provoni ndonjëherë. Gjithashtu mora edhe një sanduiç me chipotle edhe me avokado, mora edhe këtë limonadën që është shumë e mirë. Edhe tani besoj që duhet të shkoj pak në Target ose në TJ Maxx të shikojmë, nuk e di. Kam besoj edhe një orë kohë dhe pastaj të shkoj që të marr fëmijët. Ikim. Mbaruam punë edhe në TJ Maxx. Shikoni se sa diell që ka, është një kohë super. Unë mund të dalë kështu, domethënë pa xheke fare. Sot është shumë kohë me diell. Edhe nuk e di nëse dua që t'ja tregoj këtë gjëra që bleva tani në TJ Maxx këtu në makinë apo t'ja tregoj kur të shkoj në shtëpi, sepse u bë pak vonë në fakt dhe duhet që t'i të marr fëmijët. Por besoj do t'ja tregoj këtu. Mora këtë manikyrin që është në këtë ngjyrën e qershish kështu sepse siç mund të shikoni, unë kam vendosur që t'i jap një pushim thojnë vetëm mi sepse më janë acaruar shumë keq, janë dobësuar shumë. Edhe thash që t'i jap një pushim dhe do t'i luaj vetë për pak kohë, domethënë. Nëse do shkoj me pushime diku, pastaj edhe mund t'i luaj sërish. Gjeta këtë setin e këtyre pantallonave. Tani këto nuk e di. Mund t'i veshësh edhe në shtëpi, mund t'i veshësh edhe për të dalë, por janë shumë pranverore, janë me xhepa anash. Edhe kjo copa është fantastike, është copë që as nuk pusha vitet, as mund t'i bësh çfarë të duash edhe nuk. Unë kam pasur 2 palë të këtilla, por kur shkova në Shqipëri, ja lash të dyja motrës. Edhe ato ishin shumë të bukura dhe mezi po kërkoja një palë të këtilla në fakt, por nuk i kisha gjetur askund, dhe tash i gjeta në TJ Maxx. Mora këto, vinin komplet dhe bashkë me këto të tjera që janë kështu me vija. Edhe të dyja këto palët ishin $24. Dhe të dyja janë me xhepa anash,
janë fantastike. Shkoni sa të lezetshme. Do t'i tregoj edhe kur t'i vesh në shtëpi, do i provoj në shtëpi dhe t'ja tregoj. Edhe tjetër gjeta diçka që kisha shumë kohë që e kërkoja në fakt, sidomos për tani këtë periudhën e pranverës, që të bëjmë vloge sa më të bukura edhe me gjëra sa më cute. Kështu që gjeta këtë filxhani, shikoni se sa i bukur që është. Kaq pranveror me këto lulkat, kështu kjo ishte $5. Edhe është në përmasën perfekte, ashtu siç e dua unë. Më pëlqen shumë. $5. Edhe $20 i harxova aty tek Panera Bread, kështu që ikën $50 vetëm për veten time, por një herë në vit e meritojmë edhe sepse punojmë, kujtesemi për fëmijët, bëjmë shumë gjëra, kështu që ja lejojmë vetes ndonjëherë të bëjmë dëme të këtilla. Kështu. Tani unë do hap pak xhamin e makinës, se po pëlqas këtu. Në fakt kam hapur edhe të ngrohtën, por duhet ta mbyll se është shumë nxehtë. Nuk mendoja që pas gjithë kësaj të ftohtë që ka qenë do ankohesha për të nxehtën, por njerëzve nuk i këndohet. Kur thoshte mami time, kur është nxehtë, thon pse është nxehtë, kur është ftohtë, pse është ftohtë. Gjithsesi, tani do ikim të marr fëmijët edhe të kthehemi në shtëpi. Kështu. Përshëndetje nga dita e fundit e vlogut. Sot është ditë e diel edhe besoj që këtu do e mbyll këtë vlog. Nuk e di sa i gjatë do ketë dalë, besoj që do ketë dalë i shkurtër, se nuk është se kam folur shumë, thjesht i kam marrë në përvendje që kam mbajtur. Por gjithsesi, sot do t'ikim në Boston, po mendojmë që të shkojmë tek muzeumi i fëmijëve aty. Edhe duke qenë se është e diel, dhe zakonisht pas orës 1 të dielave biletat janë me nga $1 për fëmijë. Unë besoj do marr discount me atë kartën e mësueses edhe Aleksit, kështu që nuk do se do na shkoj shumë. Por gjithsesi, tani unë jam duke veshur xhekin. Do vesh këtë të gjatën sepse është shumë ftohtë. Edhe mbani mendje që thash dielli po djeg, është shumë nxehtë. Pas asaj, më vajta që merja fëmijët. Edhe ja futi një dëbor, domethënë kështu, kot palidhje, nga e nxehta në bor. Moti këtu në Massachusetts është çmenduri. Nuk e di. Gjithsesi, tani do të vesh këtë, do marr çantën edhe le të ikim bashkë. Çelu. Bukurësh. Alessia. Vesh njësoj me Lalin. O studiozi mamit. Tani sa po ndaluam në një gas station. Se kemi gati 45 minuta rrugë derisa të shkojmë. Nuk e kemi vendosur në fakt se ku do vëm, se e thash edhe në shtëpi tek muzeumi, po mendojmë është një Museum of Illusion, është edhe një tjetër Lego City, edhe nuk e di, të shikojmë. Mommy. Se kemi vendosur akoma. Po mama. Mama. Yes. Are we going to? Korca snack këtu, një Red Bull, patatina, këto kamis, edhe një wafer për rrugës. Okay.
That's what it says, tunnel of love.